3 vjet do t'i duhet të pres fshatit Bardhosh të Prishtinës derisa të ndërtohet qerdhja e re publike, punimet të së cilës nisën sot. Në përurimin e projektit, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se investimi prej 1.1 milion eurosh është investim i Ministrisë së Arsimit. Lajm i mirë për prindrit dhe fëmijët, për shkak se studimet shumëta shkencore, pra pedagogjike, psikologjike tregojnë që edukimin e fëmijërinë e hershme është shumë çka, për të mos thënë gjithçka, për ngritjen intelektuale, emocionale dhe për karrierën profesionale të qytetarëve të ardhshëm nga fëmijët e tanishëm. Jemi të përkushtuar për arsim, për shkak se dinjiteti i njerëzve, harmonia në shoqëri, shëndeti në familje varen aq shumë prej edukimit dhe prej arsimimit. Është e nevojshme ndërtimi i një qerdhe së re, jam e lumtur që janë të kaluar të gjitha sfidat, tërsa këtu lokacioni edhe tashmë brenda 36 minuta, siç përmendi edhe kryeministri, do të finalizohet kjo qerdhe. Është mirë, po e sheni është mirë kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit. Edhe po e shohim tash një fillim të mirëfill këtu me një qerdhe në Bardhosh. Qerdhja e re do të ketë vend për 120 fëmijë.